Buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Ishte shumë çudi, domethënë mënyra se si politikanët tash janë futur në për TikTok, Dreqi Shejtani, Lulzim Basha me Unikatilin, e ke parasysh janë këto janë patetizmat në një niveli që në të vërtetë, pavarësisht se politika shqiptare ka qenë gjithmonë qesharake, domethënë të këtij niveli si kemi përjetuar ndonjëherë deri më sot. Tani unë e di që ishte një burr i mençur që e pash një meme që ishte bërë kështu të mençur që një është Luli me muzikën e Unikatilit me makinë, thjesht një burr me krizë midlife crisis. Kështu që në këtë arsye ashtu ishte. Në këtë arsye atë muzikën ai ja dedikonte atyre votuesve që Euroatlantik, siç e thot Murrizi, që nuk ekzistojnë në të vërtetë, por që thjesht janë diku atje që presin të dalin. Ore, çudia më e madhe është sepse të njëjtën gjë që ai i thoshte Ramës, domethënë, mund t'i aplikohet dhe vetë, se edhe këtë mund ta pyesin ku i ke shokët valla. Rama po los shah me ta dhe po kënaqet gjithë ditën e lume sepse po merr domethënë shfaqjet më të mira, më të mundshme politike, sepse shikon sa dobët është opozita dhe ai duke u tallur me ta lë popullin të harrojë se çfarë hallesh kemi ne me të vërtetë. Ky është problemi. Edhe ai lloj populli, jemi në cirk duam. Ne për cirk vdesim gjithë ditën e lume, po prandaj ke edhe kaq shumë banaçe televizive, nga aja këzhëja, çdo natë. E mbaj mend kohën e art kur ishte që mbahej gjasme sikur Sokol Balla, gazetar me të vërtetë shumë i mirë politik. Dhe ishte çdo të enjte që jepën në Top Story dhe quhej domethënë me të vërtetë Top Story. Tani ishte koha para Skype-it. Ke çdo emision që është çdo ditë. Nuk është një ditë, por çdo ditë. Po çfarë tema trajtojnë, domethënë nga bukuria e Himarës te a meritojnë gjëjtë të drejta, ti thjesht kap një temë dhe futet kot. Aty dhe si hidh gjëra për hir të cirkut që ne duam, shkurt muhabeti. Shiko, e bukura është domethënë se kur flas me Tim Vlla për shembull, ai ka qejf kur bëhen kështu emisione për natyrën, për turizëm e gjëra të tjera dhe them që plak, nëse kërkon një uri mund të shikosh videon e një amerikani apo një anglezi që bën në Shqipëri, ka më shumë informacion se sa japin këta. Që vetë restoranti i njerit që i bëjnë reklam. Unë vdes. Ja, për shembull nuk e di nëse e njeh John Oliver, e njeh Jon Stewart, e njeh. Unë këta i shikoj kështu, këta janë portokallia ime tjetër, këta specialet e tjerë. Që domethënë nga këta kalojmë te këta tjerë kur na mërziten këta tonët. Po këta tonët s'na mërziten për kollaj, kështu që prandaj edhe nuk do i ndryshojmë për ca kohë. Do ngelemi me po këta për mendimin tim gjithmonë, sepse mendoj se është sistemi atill që nuk të lë të jesh i ri, të dalësh sado idealisht të jesh pa gjykuar askënd, nuk më intereson, sepse unë i kam bindjet e mia politike, e pranoj që jam i djathtë në vetvete, por jam shumë zgënjur nga e djathta dhe e di që për mendimin tim nuk do ta fitoj as pak dhe do ta humbas shumë thellë, sidomos në koalicion. Në Shqipëri nuk ekziston fare koncepti i djathtë. Po flasim për të djathtën që mendojmë ne që ekziston, jo atë të djathtë që ti ke fotoprofili dhe unë nuk e kam por e dua. Nuk kupton se çfarë po them. Kjo është ideja. Ideja është që po flasim për një të djathtë që nuk ekziston, por një opozit që nuk është e aftë të jetë e tillë. Dhe si rrethoj do i humbas të zgjedhje. Por këta të rinj që po përpiqen të dalin, sistemi nuk do t'i lërë që të dalin. Vetëm nëse ka një marrëveshje të brendshme. Vetëm nëse atëherë. Se di, un kam shpresa në fakt. Un jam çik më pozitiv. Deri para një 4 muajsh isha i bindur domethënë që do i humni zgjedhjet, po me nëse ata arrin të bëjnë një marrëveshje pas zgjedhore, domethënë mund të jetë shumë afër. Që mos bëhemi si Spartak Xhela me Krishnik Sfajiu, që çdo një muaj vën baston, një po shikoj se do vinë ata, jo po shikoj se do vinë ata. Po që ne këtu do jemi, unë premtoj që asnjë nga partitë e reja nuk do të fitojë zgjedhjet. Pastaj kam vetëm pak shpresë, jo për arsye ideologjike apo arsye të tjera tek agrënshe, por tek të tjerët nuk e mendoj. Nuk e shikoj të mundur. Unë vërtet mendoj që të fituar nuk diskutohet. Ato idetë e duhura apo gjasme janë të rinë e tjerë, po nuk e shikoj mundësinë tek ata. Nuk e shikoj që sistemi do i lejojë të futen. Sepse se shikoj mundësi financiare që ata tregojnë që kanë.
Nëse e kanë me të vërtet, atëherë Allah e bof Zoti. Sepse ne e dim gjithë që unë për vete kam qenë përfaqësues me OSBE-n në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku isha përkthyes për ta, dhe shkonim në çdo zonë të Tiranës, në 8 zonat që na ishin caktuar ne, çdo ditë për 4 ditë rresht deri natën e zgjedhjeve, dhe ta garantoj OSBE-ja punën që bënte atje ishte thjesht a punon ky kamera aty? Po punon. A janë të përfaqësuesit e partive politike? Po janë. Edhe shënonin me checkbook. Nuk është se ju interesonte me të vërtetë se çfarë bëhej apo diçka e tillë. Prandaj ne e dim që këtu ka vlerë vota është shitur me kohë, nuk shitet te kutia, është shitur para se të ndodhte kjo gjë. Kjo gjë më depresionon, shkurt muhabeti. Por edhe është interesante ta shohim. Por edhe është interesante ta shohim si ta shkojmë. Si fillim mik, mirë se erdhe në Bullçi Podcast. Më bëhet qefi që më kontaktove, edhe të ftoj të na tregosh ndonjë gjë për veten, kështu na bëj një autobiografi që duhet bër sepse faleminderit si fillimisht për ftesën, të them të drejtën nuk e prisja sepse mendoja se nuk përpuseshim as pak në Nietzschen me cilën kishim me njëri tjetrin, unë me filozofinë që ishte diçka që ishte pasioni im dhe podcasti që ishte rreth Shqipërisë, problemet saj, politikës e të tjerë. Jo se nuk përballemi njëra tjetrin në reale, por thjesht ne të dy me njëri tjetrin. Unë quhem Dionis Furriku, jam duke bërë rreth 29 vjeç, jam duke mbaruar masterin për bachelorin e dytë për filozofi. Vitin tjetër supozohet që do jem lektor tek lënda filozofisë së gjuhës, pasi sapo kam tashmë botuar përkthyer librin e parë dhe është botuar bashkë me shtëpi botuese Berg, që quhet Ese mbi origjinën e gjuhës të Jean-Jacques Rousseau, dhe do të jetë libri të cilën unë do të jap mësim për këtë. Sepse ishte iniciativa ime personale që ta bëj këtë gjë, një iniciativë e tmerrshme në aspektin e lodhjes, dhe jo vetëm lodhjes së përkthimit nga origjinali tek ajo që ne duhet, sepse normalisht ti je përkthyes, duhet të gjesh me të vërtetë fjalën e dur, sidomos kur bëhet fjalë për filozofi gjuhë, jo për një libër poezish apo diçka të tillë. Jo se poezia është e lehtë, po ideja. Po bëhet fjalë për origjinën e vetë fjalëve, në vetvete. Ku ka dashur të dash autori dhe si do ta kthesh ti në shqip duke qenë vetë një student dhe jo i përgatitur me PhD apo diçka e tillë. Normalisht kam marrë ndihmën e profesoreshës Jetmira Fekolli, e cila është me doktoraturë dhe bën lëndën e filozofisë së gjuhës, edhe ajo më ka ndihmuar për të redaktuar librin. Dhe kemi parë që ideja për të bërë ky libër në vetvete ishte shumë e thjeshtë. Qëndronte tek fakti që ne bënim filozofë që ishin ekstremisht të vështirë, nuk e di nëse i ke dëgjuar si Ayerin apo Wittgensteinin apo Fregen. I kam dëgjuar, por nuk i kam lexuar. Jo s'ka rëndësi, as unë ta betojmë, domethënë kam lexuar vetëm hyrjet për tyre, jo për ta. Por ideja ishte që supozohet që një kurs 3 mujor ti duhet të ishi i gatshëm për këtë të tre. Ku vetëm për Wittgensteinin është një kuriozitet shumë i thjeshtë për të. Ai arriti të bënte një libër që quhej Tractus Logus Philosophicus, ku tronditi gjithë botën filozofike, sa askush s'u hedhi poshtë, sa u mërzit aq shumë sa vendosi ta hiqte vetë poshtë. Dhe ne përpiqemi ta mbrojmë për 3 muaj këtë gjë në fakultet. Imagjinoje paradoksin e madh. Dhe ideja ime ishte që pse mos ta nisim nga baza, nga A-ja, ja ku e ke A-n, mëso A një herë, pastaj fillojmë me të tjera. Se si jemi në ato nivelet, pa llogaritur pastaj mangësitë që ka gjuha shqipe, ku ne përpiqemi të bëjmë lëndë të tjera, si për shembull Heideggerin, nëse e ke dëgjuar, ka fjalë gjermanisht që ti se përkthen në shqip sikur të vdesësh, sepse nuk ka ekzistuar mendimi për atë fjalë në Shqipëri. Dhe kjo është një tmerr në vetvete të mendosh. Për filozofin është tmerr, për njeriun e thjesht nuk është asgjë, beso, sepse e shikon reagimin e tij kur i thotë që por është kjo fjala këtu që ai ka menduar për këtë, por për ty s'ka vajtur në mendje sepse si përballur me këtë problem kurrë. Dhe ti thjesht do ngjesh i habitur, do thua po kisha po thot. Dhe ky është problemi në vetvete. Kjo është pak a shumë ideja. Si e realizon përkthimin e librave të tillë, domethënë i zotëron vetë gjuhët apo? Po, normalisht, kjo është ideja. Unë zotëroj gjuhën angleze shumë mirë, gjuhën italiane shumë mirë, frëngjishtën e kuptoj, por nuk mund ta flas shumë mirë, por librat që kam përkthyer deri tani i kam përkthyer nga anglishtja.
Po. Kjo ka qenë. Ky është libri i parë, po përpiqem të përkthej librin e dytë thjesht. E kam përkthyer tashmë me profesor doktor Gjergj Sinanin që është rektori i Universitetit Bedër dhe na ka dhënë lendën e fenomenologjisë. Ai e ka redaktuar librin, kemi mbaruar punën, thjesht kemi ngelur për një shtëpi botuese. Problemi është gjithmonë tek granti dhe fakti që asnjë shtëpi botuese të cilës i ka përfitur në derë nuk i ka interesuar dhe ka thënë ku është e sot. Shko, është pyetje e rëndësishme, domethënë se përveç dashurisë ndaj dijes, domethënë dhe le të themi nevojës për të pasur libra të tillë në shqip, se do të them diçka për sa i përket librave në shqip. Në fund të fundit një shtëpi botuese është biznes, e kupton, dhe nëse ata nuk e shohin si lukrative, domethënë mua mund ta mendoj, po nuk mund ta arrit ta kuptoj 100% se sa juve sa e vështirë mund të jetë të shesësh një ide të tillë. Më beso, po jo, nuk po flas që të shkojmë direkt te çdo shtëpi botuese dhe t'i marrim me radhë, sepse ka shtëpi për shembull, më vjen keq që mbase mund t'i përmend. Nëse përmend shtëpinë botuese Polis, ajo merret me libra shkollor, unë nuk mund të shkoj asaj të them dua libër filozofi. Unë po shkoj tek ato që merren pikërisht me filozofi dhe po i them ja ku është libri, ja ku është autori, është kontemporan, është akoma gjallë, ti gjykoje një herë, a është vepra në rregull, pastaj më thuaj a ke interes apo jo. Por pa marr akoma në shqyrtim këtë dhe më ka ndodhur me të vërtet, pikërisht me këtë libër që është publikuar tani, më ka ndodhur me një nga këto të shtëpive botuese që publikojnë vetëm libra filozofik, të majt, më ka ndodhur dhe 10 faqe më ka kërkuar dhe kam pritur 3 muaj për të marrë një jo të thjesht. Për të më thënë që shiko se ti nuk je i përgatitur shumë për ta përkthyer librin, i thash më fal, ti je filozof gjuhe, ti nuk mund të më thuash më këtë gjë. Ti duhet më shikosh problemin autografik, por jo problemin filozofik, se si e aftit më përcaktosh këtë gjë. Kjo është ideja, domethënë. Këto janë vështirësitë që hasim, se nuk po e shqyrtojmë fare faktin që a do shitet libri apo jo. Ose këtu kam interesin, domethënë te pjesa e shitjes së librit. Megjithëse e kalojmë pak të ignorancën ose mos dashjen e tyre. Cila është audienca për këtë lloj librash? Hiqi studentët e filozofisë. Pikërisht, atë po përpiqesh të mendoj. Audienca për këtë lloj librash është besoj ekstremisht e vështirë fillimisht për të gjetur një herë, por edhe nëse i gjen, është një audiencë e cila qëndron gjatë gjithë kohës, pra domethënë algoritmi i tij në YouTube ose në Instagram ka ndikuar që ta çojë drejt atyre shkrimtarëve apo filozofëve. Sepse vetëm rrjetet sociale mund t'i kenë afruar, por shqiptarët jo, sepse nuk janë as pak të njohur këtu. Por shpesh herë për shembull mund të ketë qelluar që ti ke dashur një shkrimtar dhe ke dashur të thuash, "Ore, po sikur ky të jetë në shqip, ta lexoja." Sepse e ke hasur këtë në rrjetet sociale dhe s'e ke gjetur. Dhe kjo ka qenë problemi i madh vetvete. Dhe këtë po përpiqemi që të sjellim. Pra kemi shumë ideja është pse të pyes në këtë mënyrë, domethënë është çështja e marketingut, sepse unë me kur 2-3 episode përpara më kam mbaj mend fiks tash kur kam qenë me Shpend Gashin 2 episode përpara. Kemi diskutuar fiks për këtë lloj që, domethënë, okay, për mua unë kam hyrë pak më vonë nga mosha në filozofi, kam në 22, 23. Të dëgjova dhe kemi hyrë në të njëjtën moshë. Edhe pasioni im domethënë ka qenë historia. Edhe vet libra historik, domethënë, është e pamundur të gjesh në shqip. Unë kam vajtur unë nuk i besoj shumë të drejtën. Tjetër gjë te pjesa e besimit, domethënë se normalisht nuk i besoj shumë. Është e vështirë të marrësh çdo gjë shabllon se thot këtu që kështu. Ajo nuk ndodh asnjëherë, por ajo çfarë doja të thoja unë është që jam i bindur që audiencë për librat historik ka më shumë se sa për librat filozofik. Dhe prap, nuk është asnjëherë mjaftueshëm që një shtëpi botuese të futet të merret vetëm me këtë. Mahamadja. Unë mendoj se kjo është lidhur me shkollën me sistemin arsimor para universitar që ne kemi, që ne sidomos brezi im për shembull ka bërë historinë kafe, nuk kemi vajtur në orë të mësimit 1, edhe për të gjitha gjërat e tjera, për shembull për romantizma, drama, ku dëgjon kadare, ne këto i kemi pasur në sistem shkollor dhe dohem mos të gjitha ata njerëzit që lexojnë, domethënë lexojnë shumë gjëra të tilla, duke u nisur nga ato emra, domethënë që janë implementuar në shkollë. Fakti që ne nuk e marrim historinë seriozisht dhe që nuk bëjmë fare filozofi, domethënë deri në fund gjimnazit, vetëm nëpërmjet një kërkimi
të pavarur dhe mes Instagramit, mes TikTokut, njerëzit mund të marrin informacionin që shife se diçka e tillë ekziston. Pikërisht, sa po ta thash, ti e pe vetë, siç ta thash sot në mëngjes, që domethënë faqja ime e Instagramit, e cila është dedikuar komplet rreth filozofisë, që ta çoja në maksimumin e saj që ka qenë në 12.9k, ka qenë plotësisht më të huaj. Shqiptar, a i ka pas, a nuk i ka pas 30 veta ku ndërtoj ishin shokët e mi personal, askush tjetër, shokët që njifja në jetën e përditshme. Dhe ishte pikërisht e detyruar mbi atë dhe mbi atë mësoja në një farë mënyrë dhe zbuloja fytyra të reja, personazhe të ri, ese të reja, gjëra të reja. Dhe kjo ishte ajo që të shtynte të mësoje diçka më tepër. Kjo është një mënyrë e mirë për ta përdorur rrjetin social, por për ta tërhequr në një farë mënyrë studiuesin e ri shqiptar ka shumë pengesa. Më beso për shembull, kemi vajtur ke shefi i departamentit dhe kemi kërkuar që nxënësit më të mirë të klasës të filozofisë të shkojnë të paraqiten nëpër gjimnazë dhe të bëjnë apel që hajdeni sepse ka rëndësi filozofia, sepse me të vërtetë po vdes si deg. Me ligj nuk lejohet nga Ministria e Arsimit që kjo të ndodhë. Ky është problem në vetvete. Kështu që ose pse me ça justifikimi? As nuk e di, kaq na than, kaq di, kaq të them. Me ligj kjo nuk lejohet që të ndodhë, na kanë thënë. Pra gjasme promovon X universitet ose X deg ndikon tek nxënësi, besoj unë. Tani nuk e lejon atë që të zgjidhë atë që do. Po ti nuk po i thua hajde se të vrava, ti po i thua që kjo ekziston si mundësi, po të hajde. Unë kur kam qenë vetë në gjimnaz vinin këto tërguto zalat dhe këta tjerat dhe na thonin që Mimis ata hedhin xixat, ata derdhen. Po ku i kanë këta xixat? Kjo është ideja. Ku? Të shtëpiat e veta, nuk e parti Gucci, Prada, Louis Vuitton në përkrah. Ore, le ti kenë, po sikur të bëni një çik mësim për të zë ishte keq, ose pak përpjekje që ta shikosh ti, ore, po të them do të vitet të qaje, ta shikoje që shtëpia ime këtu, nëse unë kthej laptopin, ka më shumë libra se sa biblioteka që kemi ne ke shkolla atje. Që ajo bibliotek nuk përfshin vetëm librat e filozofisë, përfshin të gjithë fakultetit të shkencave sociale. Dhe është e tmerrshme, po të them, për zotin. Është turp. Dhe nuk është faj studiuar vetë filozofi? Po, normalisht, autodidakt kam qenë. Çfarë ke studiuar? Autodidakt kam qenë për 2 vite e gjys, normalisht bazën si gjithë të tjerët e nisëm me jo Dostojevski, jo Nietzsche, derisa pastaj Schopenhaueri më tërhoqi vëmendjen shumë, duke më tërhequr vëmendjen Schopenhaueri shumë, shkova drejt një periudhe tipike që shkojnë shumë njerëz, që gjasme shkon drejt nihilizmit për të shkuar pastaj drejt ekzistencializmit dhe pastaj drejt absurdizmit. Por unë në vetvete të them të drejtën, një profesor më ka quajtur nihilist i vetë kënaqur dhe vazhdoj të qëndroj një nihilist i vetë kënaqur sot e kësaj dite. Sepse vazhdoj të preferoj shkatërimin e botës të sa rindërtimin e saj në mënyrën me të cilën po shkon. Sidomos duke parë atë fushë të filozofisë në të cilën unë pretendoj që jam i specializuar, që është postmodernizmi. Nuk e di nëse ke dëgjuar për postmodernizmin. Do krijojmë një rrjedh, po ku e bazon dëshirën tënde ose vullnetin tënd ose ku dëgjon pasionin për të qenë nihilist? Tek mënyra se si njeriu përgjatë gjithë tek mënyra se si historia ka treguar përgjatë gjithë kohërave se si njeriu është sjellur. Në çfarë lloj sensi? Ndaj në sensin e një miti ku për shembull një figurë heroike është vrarë, ndaj në sensin e luftrave të pafundme, ndaj në sensin që e mira dhe e keqja pavarësisht janë konstrukte sociale, duke qenë konstrukte sociale në një farë forme tregojnë që njeriu është i lirushëm të bëjë çfarë të dojë. Vetë shprehjet popullore që thonë nganjëherë që e keqja nuk ka fund në këtë sens, në një farë mënyrë mund të shikojmë që gjithmonë i afrohemi asaj më shumë se kësaj tjetrës. Pra, ose sidomos fakti kur themi për shembull që të vdes një është problem, të vdesin shumë është statistika. A imagjinon se çfarë përmbledhje. Ajo është subjektivizëm pastaj. Ajo është subjektivizëm, është një subjektivizëm që tregon në vetvete se si gjendja njerëzore ka arritur në vijim. E personave që e përdorin atë vijim, jo e të gjithëve. Po,
tani përderisa ka ngelur fjalë madhe tregon që shumë persona e përdorin, e kupton? Sa të Stalini e tha i shkreti, po. Diskutohet, Shumë po ka fjalë dhe madhe. shumë gjëra të tjera që persona i përdorin domethënë edhe nuk i dinë se çfarë do të thotë, e kupton? Siç njerëzit bëjnë bismillah kur han buk, po nuk e din fare se kanë ide se çfarë domethënë, se kanë hapur në Kur'anin domethënë, apo ku dëgjojnë gjëra të tjera kur betohen për Zot që nuk kanë fare ide se çfarë janë duke bër what the fuck they're summoning. Edhe e njëjta gjë ndodh edhe me këto. Shiko, e di ku ta dalun, sepse un kam qenë dhe un nihilist dikur, e kupton, po nihilizmi nuk bën kuptim. Për mendimin tim, sepse është nihilizmi është një dërheqje, domethënë, për mendimin tim. Pa e quajtur, po ke të drejtë, nihilizmi është dërheqje. Është dërheqje dhe nihilizmi, po do të them dy fjalë dhe dua që këtë debatin mbi nihilizmin të mos ta vazhdojmë sepse e di që jo se më mund, por do të arrim në një impasse, siç thonë amerikanët, pra që nuk do të kemi dakordsi as unë as ti në këtë pjesë. Shiko, nuk po ndajmë tokat. Po. Jo, pikërisht, por thjesht në idenë e mendimeve ideologjike. Se përderisa thua që nihilizmi për mua është diçka që nuk të çon gjë kundi, e dështuar etj. Unë nuk e them në sensin që ta mbroj. Të them që okay, unë jam dhe e mbroj kështu me forcë. E them në sensin që kjo është e vetmja gjë që ka ngelur. Kjo është e vetmja gjë që ka ngelur në sytë e mi. Pastaj se si e shikon ti është ndryshe. Dhe këtu është pastaj këtu ndahemi. Unë të respektoj ty, ti më respekton mua, dhe është çështja si e shohim botën, sepse është fiksa ajo pjesa nëse fillojmë përmendin ti një të mirë, unë një të keq, ti të mirë, një të keq, ku do dalim? Kjo është ideja. Pikërisht, pra. Pikërisht. Po çështja është kush do fitojë në fund. Po sipas doktrinës kristiane, we win in the end, kështu që e mira gjithmonë fiton. Shiko, e gjitha ku dua ta bazoj unë, domethënë është që nihilizmi në qoftë se nuk ka asnjë ideologji tjetër në të njëjtën kohë, nuk ka kuptim, nuk ekziston. Nihilizmi duhet me se s'bën të ekzistojnë gjitha bot kuptimet dhe mënyra se si e shef botën të tjera, e thotë që del pastaj nihilizmi që jo, everybody is fucking wrong, nothing makes sense, nothing matters. Ju do ikësh, do zhdukesh etj, s'ka rëndësi. Në qoftë se të gjithë do mendonin kështu, nuk do ishte një ide ndryshe, domethënë, dhe që mund të shpjegonim që po ikim drejt atij mendimi. Unë mendoj që është një betejë e gjitha, edhe nihilizmi në fakt është një ideologji që duhet ta mësoj e duhet ta studioj minimalisht për një vit gjithsecili, sepse është për mendimin tim një nga bazat më të forta që formon karakterin e një individit, në bazë të si ti reagon pasi e ke kuptuar se çfarë bëhet fjalë. Aty, domethënë, për mendimin tim formohet i gjithë karakteri jot si individ. Unë për veten time jam që edhe në momentet e mia më të zeza i bëj bullying vetes, domethënë që ti jem sa më shumë pozitiv sepse in the end we win. Po, okay, në rregull. Ideja është ndodhi diçka me mikrofonin mik, më fal. Po, nuk e di çfarë lëvizi. Një sekond. Në rregull? Po, në rregull. Okej. Ideja është e tillë, pra. Unë nuk po mbroj atë nihilizmin e Schopenhauerit të 1800-s. Unë po mbroj nihilizmin postmodern të Baudrillardit, të Derridas, këtë lloj forme nihilizmi. Ky është, domethënë, sepse shtjelloje pak dhe për ata që dëgjojnë. Fakti që çdo gjë bëhet fake, çdo ditë më shumë, pra jetojmë në një botë ku në një farë mënyrë se ta themi kemi disa terma që janë simulakra dhe simulakrum, ku forma e asaj që ishte dikur nuk është në formë njëjtë, për sa vjen ndryshon gjatë gjithë kohës deri në momentin që nuk i ngjan më kurrë originalit, dhe kjo gjë do të supozohet që do të ndodhte me njeriu. Nëse në të ardhmen e zëm, është një eksperiment mendor, le të themi hipotetik, njeriu arrin të zëvendësohet me AI, a nuk do ishte ky një formë shkatërimi për njerëzimin? Apo do diskutojnë çfarë shumane pastaj. Pikërisht pra sepse janë dy shkolla mendimi. Un si Blon, nëse më pyet mua, për shkakun, un besoj në shenjtërinë e trupit njerëzor dhe shpirtit njerëzor. Pikërisht. Edhe unë besoj këtë gjë. Që un nuk në qoftë se ti nuk je një veteran lufte që ka humbur këmbët me një luftë të largët, domethënë është një çik banale dhe idiote, domethënë të zëncosh ligamentet e tua vetëm sepse do të jesh një super vrapues etj. Kështu gjëra raste laboratorike, domethënë. Po. Por ka njerëz që thon,
Po ne ishim majmun, pastaj u bëm njerëz, po vem deri kësaj tjetrës. Maybe this is just the way. Është hapi rradhës i evolimit, le ta thoj kush të doj kur të mendoj në atë lloj forme, le ta mbroj atë pikë. Por për mua, ajo çka është humane nuk ngelet më e tillë. Sa më shumë avancon ky lloj evolucioni, nëse më kupton se çfarë do të them. Qofti një krahu të vetëm, qofti një trupi, qofti një zemre, qofti një truri në të ardhmen, po e bëri Elon Musk atë që ka premtuar tash 20 vjet. Zoti e di se çfarë ndodh. Ideja është që unë nuk e mbroj atë lloj nihilizmi të vjetër. Unë mbroj këtë që është i pashpresë. Unë mbroj Mark Fisherin nëse e njeh. Unë mbroj nuk e di, Michael Houellebecq, francez. Ku e shikon mungesën e shpresës? Ta thash pikërisht tek njerëzimi, pra tek dëshira e tij për të avancuar përpara sa më shumë, por pa ditur se ku po shkon. Siç thot dhe Slavoj Žižek në një herë i shkretit që është lot duke e thonë, ka ardhur koha thotë që mjaft të veprojmë, po të ndalojmë dhe të teorizojmë. Po ka edhe një pjesë shumë të madhe të njerëzve që mendojnë që rrugëtimi është destinacioni, jo atje ku do vesh. Bërja e rrugëtimit është destinacioni yt në të vërtetë. Po rrugëtim për ku? Who cares? Që se themi me who cares, atëherë i bie që e gjithë jeta jote ka... Jo, është pjesa banale, shiko. Unë mendoj që motori i njerëzimit është shumë herë më primitiv se sa çdo lloj telefoni që kemi në dorë, çdo lloj mikrofoni që po përdorim tani për të folur. E kupton? Po, e kuptoj. E gjithë motori që i shtyn gjithë njerëzit është tetë primal, është sigurimi i mbarvajtjes së gjeneve të tyre. Po, mbjetesës. Po, normalisht mbjetesës. Okej, po kjo na bën tërësisht qenie instinktive dhe evolucionare, pjesë të evolucionit. Nuk na bën asgjë tjetër. Ja, kjo nuk më pëlqen mua për shkakun, sepse unë nuk mendoj dot bardhëzi që ose jemi krijesa të evolucionit ose këto. Unë mendoj që jemi atje, por me të gjitha këto gjëra që kemi kaluar, në të gjithë historinë, domethënë kemi ndryshuar, prandaj jemi edhe predatori apex i gjithë natyrës. Prandaj jemi kafsha më e rrezikshme nga të gjithë. Jemi, në rregull. Mund të argumentojmë që jemi në një farë mënyrë pa qenë vetëm në pyll natën. Po predatori apex, ky predatori apex sa të zgjatë ka, kjo është ideja, domethënë, sepse me mjetet e tij që ka përdorur, shpeshherë ka sjellë edhe vetë vdekjen e tij. Si rrjedhoi, a do të përdor mjetin final? Siç u pa edhe ishte një moment, nuk e di domethënë sa kinematograf e mban veten, sa sinefile, sa person që shikon filma e mban veten, nuk e di, por të paktën besoj në mes, nuk jam nga ata persona që mbajnë mend data edhe emran. Ato nuk i mbajnë mend. Po Oppenheimer besoj e pe. Po. Pikërisht. E pe që në momentin që u shpik bomba atomike i tha unë shpika një bombë sa që mos ketë më luftra. Po i tha derisa të shpiket një bombë tjetër, tha më e madhe. Po ky është një problem pra që do vazhdoj gjithmonë, po puna është a të ndaloj ndonjëherë kjo bomba më e madhe dhe të shkatërroj çdo gjë. Po unë mendoj që në momentin që ndalon, më besoj që duke u zgjatur këtë situata bëhet shumë negative. Nuk po, unë thjesht po mundohem të blej pak mendjen, domethënë, nuk kam interes domethënë që të bëj natën mos e vrit me një, por dua thjesht të kuptoj, domethënë, se shiko. Vërtet Oppenheimeri mund shpiku një nga gjëra, domethënë by default më të liga të njerëzimit, domethënë bijem dakord për këtë, një armë e shkatërimit në mas. Por mbylli një luftë. Tani ka një pjesë dërmuese të studiuesve të historisë që thonë që po ajo luftë do mbaronte gjithsesi, ishte drejt fundit etj. Dhe këtu hyn tek ajo që ti e përmend gjën e parë fare. Kur vdes një shfatkeqësi, kur është një statistika. Edhe këtu për këtë përdoren ata të gjithë, domethënë që kurse u jetë etj. E diti që për këtë dilemën e Oppenheimerit që mbylli një luftë është tani njëjta gjë kur është shpikur baruti. Identike, do thuhet është në njëjta gjë të baruti. Është në njëjta gjë kur shpik telefoni, thanë do mbaroj do u përmbys posta. Po të them, kur shpik interneti mbaroi telefoni, mbaroi radio. Nuk mund ta dish kurrë. Thjesht po shkrihet në një, thjesht por ama siç po e shikon, të gjitha po shkrihen në një. Ai baruti me bëhet me bombën atomike një. Te smartphone-i me laptopin po bëhen tashmë një me AI-n. Çdo gjë po shkrihet, po shkon drejt një uniteti dhe ky unitet tani a do të çojë në asgjë apo ndonjë nirvan apo ndonjë nuk u di gjë unë nuk e di, por thjesht
Për të ndajemi këtu. Kjo është ideja. Pikërisht pra, te kjo që ndajmë thjesht përbyllet të kësaj pjesë do të them që kjo është e gjithë ideja. Këto gjëra do ndodhin nëse duam ne ose jo. Nëse do ishim ne do ishte majmuni Apexi edhe do e bënte ai këtë gjë. Se po ta mbash mend. Mos ishte edhe majmuni. Kushdo, shiko, nuk ekziston asnjë lloj realiteti, sepse nëse besonte dinozaurët për shembull ka qenë T-Rexi predatori Apexi asaj kohe, por në rregull, por kur shiu meteorëve ra, domethënë, nuk është ra vetëm për T-Rexin edhe vrau vetëm T-Rexin. I zhduki të gjitha. Kështu që ti edhe po ti je i avancuar, edhe mos ti je i avancuar, po e ka thënë ai lart, siç i thon pleq. Nuk del dot. Po, shiko, më ka ngjerë gjithmonë fiksim ajo shpreha e Epitektësit që ka thënë 2000 ca vite më përpara, kur i thotë që fati i njerëzit nuk ekziston, ai vetë bë. Edhe që atëherë, domethënë, nuk arrit dot kurrë të më mbush njëri mendjen që të më thotë që shiko se diçka është e shkruar, apo ka diçka që do na dalë përpara, apo prit se e sjell Zoti vet, apo çfarë ka këto thënjet që bukur fare. Hajde zgjerohemi çik te kjo pjesa. Çfarë mendon ti për çfarë është subkonscienca? Çfarë është ky zëri që për shembull rritin je duke ulur edhe mendon që bleva bukun apo më duheshin vezë? Më duhet edhe një çfarë. Ti je duke folur me veten. What the fuck is this? Do që këtë ta lidhësh tani me idenë e fatit apo do vetëm shpjegimin e subkonsciencës në vetvete? Dua shpjegimin e subkonsciencës në vetvete dhe ta lidhë me fatin. Dhe ta lidhë me fatin. Okej, në rregull, shumë bukur, shumë e qartë, në rregull. Le të themi që subkonscienca pra në vetvete deri tani me aq sa është studiuar, me aq sa edhe un kam ndjeni në vetvete, është pikërisht ajo pjesë e mendjes tonë që është e nënvetdijes tonë në një farë mënyrë, e cila na thotë për të bërë disa gjëra që janë të pakomanduara për trurin ton që gjatë gjithë kohës është në procesim e sipër. Por, ama fakti që kjo subkonsciencë ekziston, akoma sot e kësaj dite nuk kemi një definicion se çfarë është, një definicion se çfarë bën, një definicion se si ndikon 100%, sepse e kemi vënë re që ka trauma që na ndikojnë, por ka akoma gjëra të tjera që nuk i dim. Tani, si ta lidhim këtë gjë me idenë e fatit? Në çdo pikë, ti mund të më japësh mua çdo shembull të caktuar të një takimi të dy pikave, dy njerëzve, dy qenieve të ndryshme, unë mund të them që ato dy njerëz, ato dy pika, ato dy qenie janë takuar aty të dy me nga një qëllim të caktuar. Pra, nëse pas 20 vitesh unë dhe ti pa dashje në Londër takohemi në një dyqan buke, nuk ishte fati. Unë dola se kisha hallet e mia, ti dola se kisha hallet e tua. Thjesht u bëm bashkë aty kaq, dhe ky ishte fat, ky ishte pika takimesh. Asgjë tjetër. Do të thënë right moment, right time, thotë. Je në momentin e duhur, në vendin e duhur, në kohën e duhur. A nuk është kështu? A nuk del ti në fakt nga shtëpia për të bler bukën se s'ke bukë në shtëpi? Është shumë e thjeshtë, domethënë. Kjo është ideja. Po patjetër, po këtë do thua se takova një njeri rastësisht në rrugë. Edhe ai nuk rastësisht ka dalë për hallin e vet, ti ke dalë për hallin tënd, rastësisht u takuat, por kjo nuk do të thotë se fati ekziston në këtë mes. Po shiko, okay, un po bëj un nuk është se besoj te fati vet. E kupton? Thjesht do bëj çik stillman, do bëj çik avokatin. Bëj avokatin e djallit, sa do duash, dua shumë. Ti vajte në Londër për të bler bukë, un vajta për të bler një pastashu. Po. Si ka mundësi që unë të takoj pikërisht ty? Dhe jo nga një nga 10 milion që ka, se ta bilion, la me konkret nami. Aty para 10 vitesh unë e pata vendosme me ble shpinafër, asaj furre bukë, dhe ti pata vendosme me ble shpinafër, asaj furre bukë, po rastësisht gratë tona ka qelluar që e kanë bler bukën aty, sot na qelloj ne. Ideja është që ka gjithmonë një pikë takim, një vjemësi të pikave të takimit që na çojnë të aksioneve tona të përditshme që na çojnë aty ku jemi në këtë momente. Pra unë dora më erdhi këtu se e lëviza nga këtu, e kështu me radhë. E po e bëjmë këtë podcast të kemi folur me njëri tjetrin, e kështu me radhë, e tjerë. Nuk asgjë s'na ra nga qielli, shkurt ideja. Për idenë e faktit në vetvete. Pastaj nëse hym në gjëra më thella, aty duhet të avash, kemi kohë për çevin tonë. Jo, kam në sensi s'do të bëhemi gjithallog. Kjo është ideja, të rrim në aq sa dim. Po zotëri dashur, ne po diskutojmë aq sa dim, po jemi gabim, njerëzit të shkruajnë në komente, vëlla je këtu gabim, jep edhe sourcin ta shikojmë. Po kaluam ke fati, pastaj kalojmë te filozofia antike, aty më thonë deri se jam dhe aq i mirë.
Kështu që mbaj S'ka problem. Do je më mirë se sa unë do jesh gjithsesi. Ajo çfarë doja të thoja unë, do të thonë që shiko, unë vetë nuk besoj te fati, unë besoj tek ndërsjellja. E kupton? Çfarë do thua, më shpjego pak, të lutem, sepse ka një gjë për mua. Në filozofi për mua fjalët kanë shumë kuptim. Dhe nëse fjalët nuk kanë konceptet, nuk kanë kuptim, atëherë me gjithë biseda është e kotë. Çfarë është ndërsjellja dhe pastaj më shpjego çfarë do të thuash. Ndërsjellja është, le të themi, ti e merr një mendim si një farë gruri, e hedh në tokë që e ke punuar përpara, këtë tokën e ujit, e pret derisa të dali filizi, e pret derisa të dali gruri, pastaj e pret e përdor grurin për bërbuk. Që do të thotë, veti i ndërsjell në mendjen subkonsciencës tënde i ushqen faktin që çfarë ti do të bësh, ku do të vesh, pse do të vesh atje. Specifikisht ku është qëllimi jot në jetë dhe në këtë mënyrë duke ushqyer këtë fije ose këtë farë ideje në kokën tënde, domethënë, e manifeston atë. Deri në sa, shiko, unë kur kam qenë i vogël, kam 6 vjeç, se kjo është histori për shembull e rrallë. Për mos të dukur kështu tash sikur mburem etj etj. Unë kam qenë 6. Më kujtua sekreti asgjë tjetër. Kur kam qenë 6 vjeç, i kam thënë një mikut babit tim, dua të bëhem inxhinier ndërtimi, dua të studioj në Berlin, Gjermani. Në stadin e atij viti plak, unë kam përmbushur misionin e jetës time, sepse e kam bërë atë gjë, domethënë. Po është thjesht një farë e mbjell vet nga personi në kokën e vet. Edhe në qoftë se ke fuqinë, domethënë e mjaftueshme dhe persistencën e mjaftueshme për të ndjekur dhe për të punuar drejt saj, atëherë ti e ushqen këtë farën derisa ajo rritet dhe i korr të mirat. Më lër të t'jap pak për kufizim të filozofisë antike. Ajo që sapo the ti është thjesht teoria e formave dhe teoria e botës materiale që ka Platoni. Pra, domethënë këto idet na vijnë nga lart edhe ne thjesht i marrim dhe i zbatojmë. Pikërisht, unë këtë besoj. Po, nëse beson këtë, të jap dorën sepse kam një mikun tim i cili ai po specializohet për filozofinë antike dhe temën e diplomës se ka bërë pikërisht për këtë gjë. Dhe për këtë ai do të ishte eksperti. Por unë jam më shumë i substancës të Aristotelit se sa i botës së teorisë të formave dhe materiale. Tani nuk e di, edhe sërish edhe këtu po ndajmë, s'kam ç'të them, më vjen keq. Jo, shiko, për të ta shpjeguar dhe pak më shumë qëndrimin tim që ta kuptosh pak më mirë. Nëse flasim për ide, unë kam një ide të bëj një podcast, e kupton? Tani, një person i shëndetshëm për mendimin tim dhe e them me plot vetbesim këtë, një person i shëndetshëm e provon, buçi podcast, nuk e shikon asnjëri, e ke parasysh, e lëshon këtë ide dhe hapësirën gigabajtin që ka këtu, domethënë hap hapësirë për idenë tjetër që të vi, sepse unë vërtet e shikoj, domethënë idetë nuk janë tona, nuk kanë përqen asnjëherë tona, e kupton? Janë gjëra që shkojnë edhe vinë, hyn dalin, nuk mund të martohesh me idenë, sepse nëse martohesh me idenë, siç ka ndodhur me shumë figura jashtëzakonisht shumë të mëdha historike, do të vrasin, e kupton? Fundi jo do jetë shumë tragjik, në qoftë se nuk je fluen, në qoftë se nuk ecën domethënë me kohën, duke e marrë një ide, e përdorur, mbaron përdorimi, hiqe, tjetra. Ideja është e tillë. Idenë, të paktën në mendimin tim, me aq sa unë kam lexuar dhe besoj, ne e zbulojmë, nuk është që e krijojmë. E kupton? Çfarë do të them? Dhe nëse them këtë gjë, teoria e ideve që na vjen nga lart bie poshtë, sepse idenë ti e zbulon, nuk e krijon. Pra zbulon domethënë idenë për të bërë një çakmak, nuk krijon ti idenë e çakmakut në trurin tënd. Pra mbledh disa gjëra dhe shikon për shembull, kjo po bën ka zjarr, hajde ta mbledhim, ta bëjmë bashkë. Ndodh diçka e tillë, po t'jap shembull shumë banal për të shpjeguar këtë gjë në vetvete. Më kupton? Pra, nëse ti idenë e krijon, por nuk e zhvillon, por nuk e krijon, atëherë bota e ideve në vetvete bie poshtë. Më kupton se çfarë po them? Sepse në fund të fundit, çfarë do lloj ideje që ti të kesh, do të jetë e bazuar në një substancë materiale. Çfarë do lloj ideje? Edhe podcasti ka nevojë për atë mikrofonin tënd, kufjet e tua, gjitha gjërat, fondet, etj, letrat, mendimet që do shkruash, të gjitha gjërat, ato mendime duan libra për të blerë. E kupton, gjithçka është substanciale në këtë sens. Pra këto ide të gjitha
janë si të themi, janë zbuluar, nuk është janë krijuar. Po janë zbuluar nga çka? Ku kanë qenë këto ide që i kemi zbuluar? Me kalimin e eksperiencës tonë të çdo të secilit individ prej nesh. Këtë se mohon dot, normalisht, se secili ka eksperiencën e tij të veçantë. Po kjo do të thotë se idetë, domethënë, se janë të shumta në botë, janë domethënë të ardhura nga lart. Thjesht ka njerëz të ndryshëm. Jo, të ardhura nga lart mund të vinë edhe nga poshtë. Nuk e kur e them e ardhur nga lart, mbase në shpreh gabim, e ardhur. Mua nuk më intereson fare nga ka ardhur. Pra, e ardhur nga diku tjetër, nuk nga lart është fjala, po e ardhur mund të them sipas botës së Platonit, nuk po them nga Zoti. Ti po desh të thuaj edhe nga Zoti, nuk ka asnjë problem. Ideja është që e ardhur nga lart nuk mund të jetë, përderisa çdo gjë gjendet në tokë, përderisa jemi krijesa sociale, përderisa bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe kemi eksperjenca aq të ngjashme, po aq të ndryshme, si rrjedhoj idetë shumta ose të pakta që njerëzimi ka pasur, ka dhe do të ketë, janë gjithmonë ide të zbuluara. Pra zjarri u zbulua, nuk u krijua në vetvete. E kupton? Pjekja e mishit në atë zjarr u zbulua sërish, nuk u krijua, e kështu me radhë, me radhë. Gjua. Misha, aty kalojmë teknikalitete pësej, sepse po ta vësh mishin në zjarr deri në që po të martohesh me idenë, prandaj them që duhet të përdorësh vetëm në përdorimin që kanë ti lëshos. Nëse mishin lë në zjarr pingot gjatë digjet është i pangrënshëm. Kështu që ti në fakt duhet të krijosh idenë që duhet ta pjekësh një steak për 5 minuta. Pastaj bëhet çmçakiz, e kupton? Por ne s'kemi qenë asnjëri aty, dhe asnjë shkencëtar nuk ka qenë aty për të thënë që ja se ndodhi kështu. Por ideja është e tillë. Imagjino sikur një njeriu pa dashur i ka rënë mishi aty dhe e ka ngrënë në një moment të caktuar dhe kështu ka ndodhur. Pikërisht këtë po them. Por thjesht ngjelet fakti i idesë që pra domethënë gjërat kanë vajtur aksidentalisht, do thoja, por jo se gjërat në një mënyrë një tjetër kanë ardhur nga lart. Nuk ka pasur një Zeus që ka shuar ose një Promete që ka rrëmbyer Rufen, e ka sjellë si zjarr në tokë edhe na dha ne. Atoja pastaj engjëj demon janë të gjitha në kokë, nuk besoj kështu në krijesa gjëra, po që po them nuk ka pasur. Këtë po të them, nuk ka pasur. Po mirë, shiko, e di ku do të dalëm te kjo, se në qoftë se ne bazohemi te aksidentalizmi gjithkohës, domethënë ti e zhvesh komplet njeriu nga aftësia për të përdorur gjëra të ndryshme në kohë të ndryshme në mënyra të ndryshme. E kupton? Pse nuk e ka pjekur? Pse nuk e ka pjekur Luani mishin valla? Pse nuk i pjek Luani zebrat? E kupton? Të bëjmë çik banal tash. Po sepse është pyetje me vend. Po mirë tani, po jo, kjo pyetje është me vend, po nëse ti ja bën një personi nëse ai person nuk është evolucionist në besimin e tij. Kjo është ideja. Sepse unë nëse them që natyra i ka dhënë Luanit dhe të mëzej për të shyrë, si mund të pa bësh mua këtë pyetje? Këtë pyetje duhet t'ia bësh Zotit, një kishtari, një pastori, s'mund të ma bësh dot mua, bë pastor Akilpanos, po vota erdhi në studio. Po pastori do thoj sepse ai është vendi i Luanit, edhe pastori mbase nuk ka të drejtë, por gabim nuk ka. Nuk e di, unë me pastorin kam bërë debatet e mia kur kam pas pedagog, nuk kemi rënë dakord për shumë gjëra, ama kam respekt për të, por nuk kemi rënë dakord për shumë gjëra, sepse ai është i detyruar që të mbaj anë në debatin e tij. Nuk mund të jetë i paanshëm. Ja kuptoj. E marrim si spunto këto për pjesë tjetër të bisedës. Çfarë mendimi ke për fen? Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.